Tash unë po dëgjoj se sa gajlen e dynjas e mbajmë, sa baj nuk e falim. Jo në xhami, as hiç se falim. Haram, kjo harama, jo, kjo bën, kjo s'bën, pse namazin me lana bana. Por atë çka mami Islami ka mësuar njerëzit 13 vjet akide. I ka mësuar fejen, i ka bo bura e pastaj ka thonë formë një shtetin tash. Edhe në Medinë ka formuar shtetin. Edhe asnjë prej sahabëve s'ka munguar xhami. Ne mundohemi me këtë botën me drejtu. Kur vjen puna në savan në gjumë. Ska hajrë për këtive njerëzive, këto mundën me folë sa të duhen, sa të duhesh i menqër me tjerë. Nuk o feja veç ma vetë, o dhe punë dhe vepra. Para se marrë dhe në podcast me Hoxhën, ishme me një nej, u qëllë muhabeti Palestina, se në Hoxha i tha e keni falë, besa bajnë. Po shumë thjeshtë unë edhe në xhami ju thashe ditë, flamurin 10 me 10 Palestina. Po, punë ku i kena? Me nanën, s'folë me babën, jo me kujshit, jo me pashtorët në problem, me atë problem, me këtë problem, edhe Palestina. Shive, Palestina ka nevoj për bura, s'ka nevoj veç për muhabet.